Libri Riyadhus Salihin, titulli i tij të vëllezër në kupton, Riyad janë kopshtet. Kopshtet Salihin në kopshtet e njerëzve të devotshëm, dhe njerëzve të mirë. Në ku rrin njerëz të mirë? Njerëz të mirë ku hajnë fruta? Ku njerëz të mirë domthon furnizohen, ku ata ushqehen? Në bashkën e hadithet të pejgamberit alayhis salam. Shikoni domthon edhe këtë titull që ka përzgjedhur është titull domthon që është tregues se sa thellë ka kuptuar domthon Imam Rahimullah rëndësinë e hadithit, udhëzimet e pejgamberit alayhis salam në jetën e besimtarit. Ky libër domthon bashkë nga disa numrime, po i ka afërsisht 2000 hadithe atë. I ka 2000 hadithe atë, të ndara në kapituj dhe nën kapituj. Këta kapituj në kryesisht domthon kapituj të temat mëdha, për shembull kapitulli mbi sinqeritetin, dhe këtu ka shumë hadithe. Kapitulli mbi devotshmërinë, kapitulli mbi pendimin, kapitulli mbi domthon frikën e Allahut te barekuhu teala. Kështu më radh, temat mëdha e nën to pastaj hadithe. Para se më përmend hadithin, Imam Nevawi rahimullah përmend ajete caktuara që kanë të bëjnë me temën. Një ajet, dy ajet, pastaj kanë në hadithe të përzgjedhura që kanë të bëjnë me temën. Është një libër më shumë i këndshëm, shumë domthon i rëndësishëm që Imam Rahimullah ka bërë në përmbledhjen e këtij libri.